Dita e pavarësisë së Shqipërisë është duke u festuar me aktivitete të ndryshme nga shqiptarët e Maqedonisë. Në të gjitha qytetet ku banojnë shqiptar, 28 nëntori po shënohet me organizime qendrore. Ndërkaq, një numër i madh i shkollave fillore dhe të mesme në gjuhën shqipe kishin përgatitur program kulturor-artistik. Në Shkup, nxënësit e shkollave të mesme marshuan deri tek sheshi Skënderbeu. Një lloj marshi zhvilluan edhe motoristët dardanët, duke u ndalur në komplekset memoriale të dëshmorëve të kombit, si në Haraçin, Hotel, Orizare, Vaksinc dhe Slupçan. Ndërkaq, zyrtar të lartë dhe figura politike nuk e pan të arsyeshme për kuljen para dëshmorëve. Vendosëm që sot këtë ditë t'u përkushtojmë gjithë atyre cilët sakrifikuan gjithçka që ne sot festojmë të lirë, të jemi krenar dhe mbi gjitha flamuri ynë të valoj i lirshëm gjithkund dhe për çdo fest që kemi kombëtare. Do të kisha dashur vërtet t'i shoh realitet gjitha ato ta quaj ëndra të cilat i kemi çdo shqiptar, që t'jemi bashkë një ditë dhe t'jemi në një flamur. Kjo nuk është hera parë, po sigurisht edhe viteve tjera kjo do t'jetë si traditë e vizitës motoristave në parezat e dëshmorëve, të paktën atë që mund ta bëjnë. Pavarësisht se manifestimi dukej më i zbehtë krahasuar me vitet e tjera, qytetarët janë të kënaqur. Madje, për të festuar në Shkup, kishin ardhur edhe qytetarë edhe nga Kosova dhe Shqipëria. Bukur është ndjenje e këndshme, atmosfera është e mirë. Çfarë vlere ka për juve kjo ditë? Ditë e shet për kombin shqiptar. Është ditë festë, edhe gjithë janë atë gëzut, që shpekshin edhe njerëzit janë veç krejt këqëze me gëzu këtë festë për shumë vjetë. Shumë mirë, kur ma mirë s'ka ku, super është, mirë. Festojnë edhe të rritë edhe pleshtë edhe kajtë. Pse t'ka veshtu? Ditën e flamurit. A e don ti flamurin? Pa. Jemi ardhur prej Kosovës, e festojmë zakonisht 28 nëntorin, është festë gjithë kombëtare, gëzuar gjithë shqiptarëve. Në urimet e qytetarëve nuk munguan edhe ato përjetesë më të mirë dhe bashkim ndër shqiptarësh.